Ai që hesht dhe ul kokën, vdes sa herë e bën këto. Ai që flet dhe ecën me kokën lart, vdes vetëm një herë. Mirëmbrëma, mirë se po qëndroni me 99 pyetje me Almirën. Do të jemi këtë mbrëmje me Sokol Bregun. Mirëmbrëma Sokol, mirë se erdha. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Më lejo të them që është një podcast, jo një emision, po ndryshe nga të tjerët edhe çdo gjë mund të refuzoja, po një ftesë në këtë platformë jo. Faleminderit. E ardhur nga ju, merr vlerat shumë thjeshta. Faleminderit. Unë nisa jo më kot me një citim të Giovanni Falcones. Apo jo? Po, ai është njeriu im, idulli më i madh që mund të kem. Njeriu mund të ketë shumë idhuj në jetë. Ai është i forcës, ai është i sakrificës. Nuk është e lehtë që njeriu të di se do ta vrasin dhe të jetojë, dhe të ecë në një lloj forme të tillë. Unë kam zgjedhur Falconen si idhëtarin tim kryesor për shumë arsye, për atë që ai drejtoi në jetë edhe për luftën që kishte, por Italia vendi jon fqinj dhe mbase një ndër miqtë tanë më të mëdhenj në histori, ka edhe të tjerë të cilët e luftuan po me këtë patos. Dara Chiesa, generali i madh, shi sa bukur e shpjegon në një moment i vun 7 bodyguard kur vajti në Palermo, dhe tha dua vetëm një. Sepse mafia tha, nëse vendos të vras, do të vras. Nuk ka shpëtim. Pra kur ti përballesh me atë që e di fare mirë që nuk mundet, edhe pse ti je një punonjës i shtetit, kur kush nuk do të mbronte dhe nuk e shpëtim nga armiku jot, ti sërish e vazhdon luftën, duhet të kesh karakter të madh. A kemi ne një simbol të luftëtarit të pamposhtur kundër mafias? Nuk mund ta kemi kurrë. Nuk mund ta kemi kurrë? Ja, nuk mund ta kemi kurrë. E thua besim plot? Shiko, ka një banderol të madhe, të cilën unë e kam në rrjetet e mia sociale. Është vetëm Falcone dhe miku i tij, dhe dicitura është ta duam Italinë siç e donin ata. Borsellino. Unë nuk e di nëse ka ndonjë shqiptar që e do Shqipërinë. Mund të ketë ata që në periudha të caktuara historike dhe politike e duan vendin e tyre, e duan lirinë, por jo deri në këtë pikë. Mundet, nuk mund të bëj përjashtime, sepse jo më kot në çdo moment këtu përfshihem dhe unë, sa herë që kënga mora fjalë është kudo, të gjithë kanë një emocion të papërshkrueshëm. Por e ka edhe Hajduti, dhe ai që i ka bërë keq këtij kombi, edhe Delenxhiu, dhe njeriu më i keq në këtë vend, edhe vrasësi, bashkohen bashk, sepse vërtet bëhet fjalë për njeriu më të madh të historive moderne të kombit shqiptar. Po ne ku besojmë? Shqiptarët apo duke besuar ndoshta gjithandej nuk kemi besim të fortë. Historikisht probleme me besimin. Kuptohet diktaturat, një pushtimet kanë bërë shtëmundje në këtë vend. Por unë nuk mund të mendoj si gjithë të tjerët, një vend i cili historikisht është pushtuar, nuk mund të them që është një komb i cili është përpjekur të ruajë identitetin e tij, por nuk është një komb i cili ja ka dalë të jetë i lirë. Ne kurdo në çdo moment kemi qenë të pushtuar. E në kohët që kemi qenë të lirë, kemi patur diktatura. Tani do më tregosh pak kush ka qenë loja më rebele, aventureske, e rrezikshme që bënin djemtë e lagjes, mos gaboj, kongresi në Lushnjë. Po në fillim kam qenë te kongresi, pastaj isha te Skënder. Në ato fillime, në ato lërat primare. Po kishte shumë lojra, po ajo që ishte më rrezikshme hypja në pemë, se ne nuk ishim shumë arktim, kuptohet. Shumë rrallë mund të shkonim në kinema ose teatr, se mungonin. Ato ishte lajësira arktime, ndërsa për këto që e gjithë përpjekja ishte
të hipësh në pemë, ndonjëherë më e rrezikshmja ishte në atë kohë të vjedhja fara lule dielli, se kishim një fabrik vaje shumë afër, dhe ku shkoi ishte një roje që qëllonte me çifte me krip. Ne ishim të vegjël edhe normalisht farat ishin në mod në atë kohë, nuk ishte ku i gjeje, ndonjëherë shiteshin. Edhe shkonim atje, kalonim murin për të marrë fara lule dielli në. Mirë po, ishte rrezik në se të qëllonte. Roja ishte roje në. Dhe mirë po, ajo barazia unë nuk jam jam për një barazi sociale, por nuk jam për sisteme të tilla siç ishte diktatura. Nuk thell e vuaj shumë domethënë në mënyrën time të rritjes në atë kohë, rradha gjata, i masakrim, e njëjta veshje me të gjithë. Nuk ishte se ishte një sa do të vije nga një familje privilegjuar, nuk mund të jetoje mirë. Po ndihej kjo barazia? Ndihej brenda familjes? Ka pasur revolta? Përpiqeshin, ka pasur pa diskutim njerëz që përpiqeshin ta bënin diferencë. Unë isha shumë i vogël për të patur një revoltë për të kuptuar në atë kohë, edhe unë kujtoja se Shqipëria ishte vendi më i mirë në botë. Kështu na sillnin, kështu e besonim. Mirë po, me rritjen, duke qenë se Lushnja ishte një vend ku hynin shumë stacione të huaja, ti mund ta shije fare mirë se çfarë kishte për te detet, sidomos në Itali. Ne rriteshim me Rajn, me Cinquen, me Rete 4, edhe shinim ndryshimin e madh, shinim mënyrën e rritjes së tyre. Mendoje sot mund tallen njerëzit, po ne ishim në luftë për ndonjë çumçakize, dhe kjo ishte për ekzistencë, nuk. Ti për çfarë ta ka tërhequr babai veshën për ndonjë gjë që po babai im ka qenë një njeri shumë i rrept. E sot mund vim në pikën që një baba tolerant apo një baba të rrept. Po unë mund ta natemoja në kokën time deri në pikën që u bëra baba vet. Mund të kisha pak kënaqësitë e mia, revoltën. Shpeshherë kam ngrënë edhe shpulla shumë herë në kështu ishte rritja në atë kohë. Te ishe trazovaç? Po isha pak, po ky ishte forma e komunizmit. Kjo ishte forma e komunizmit, ishte një lloj ligjërimi që për çdo gjë, duke qenë se ishte një kontroll, ishte një didakt për çdo gjë. Forma ishte që djali, se vajza jo, po djali edhe rrijej, domethënë për të mësuar dhe kjo ishte një formë për ta bërë më të mirë. Nëse do ishte sot baba edhe një djali, do kishe më të njëjtin diskutim, monolog me veten tënde, duhet toleranca apo një çik mbledhje, një çik më shumë rregulla për djemt, apo duhet të ndryshoj prindërimi për vajzat e për djemt? Ja ta them, kam një mik më sakt, kisha një mik nga Tepelena, se kam humbur jetën, dhe më thoshte gjithmonë, ka i djali mirë je që nuk bëre dot një bela. Se kështu është? Bela i drejtoi djemve dhe në çdo kohë sinqerisht domethënë besoj që djemt janë bela. Nuk mundet të gjesh në asnjë moment një djalë i cili do ishte me përjashtime, po flasim për përqësimin e madh. Djemt sjellin halle shumë në familje, absolutisht. Vajzat më pak. Për mos thënë ndonjëherë fare. Dhe njeriu është i lumtur kur nuk ka halle. Mirë po është kjo peshorja e madhe nëse do të duhej një djalë apo jo. Dikur më mungonte. Tani jo. Për këtë jam i bindur. Thonë se vetëm dia e Zotit meriton notën 10. Pastaj studentët edhe të gjithë pretendentët e tjerë meritojnë maksimumi më ekselentët 7 deri në 8. Ti po ti e ndjer gjithmonë. Apo ke dashur ti jesh më i miri. Vetes tënde në këtë logjik, çfarë note do t'i vije? Shiko, unë jetoja në një familje e cila ishte ekstremisht majt. Babai është gjithmonë ka patur detyra të larta në kohën e diktaturës. Është një burr fisnik, por më ka mësuar që të vogël besimin në Zot. Ne i përkasim sektit Bektashi
Dhe gjithmonë kur unë e shija sa thoshte për babali, domethënë aty trembesha vërtet se ishte shumë i nxehur. Sepse po ta përdorte atë fjali do të thotë që do ta bënte atë që po e fliste. Dhe jam rritur me dëshirën dhe me besimin në Zot. Kam gjithmonë ato pakënaqësitë e mia nga shumë klerik, por kjo nuk më ndikon fare në pikpamjet e mia të besimit. Gjithsesi, për ta thënë, unë nuk kam një psikolog kur më duhet, dhe psikologun, edhe pse jam i sektit Bektashi, nuk kam një dervish, kam një imam, dhe është një ndër imamët më të mirë në që unë e mendoj domethënë në Shqipëri, dhe absolutisht një ndër psikologët më të mirë. E nëse zgjedh një të tillë, pavarësisht se ky është një klerik, do marrë gjithmonë mësime me vlerë. Mirë, kur e kuptove se nuk mund të jetoje pa të vërtetën, edhe nëse ajo do të diqte thellë? Kur ka qenë momenti i parë që të prek lëkura? Çdo gjë që shiko, un kam një parim. Kur nuk kam qenë fizikshëm i vogël, gjithmonë edhe mund të më rripnin, gjithmonë kisha një shok të fortë që më ndihmonte të rrifte ai për. Çfarë gjente tek ty ky fort? Ishim shok. Shok është gjithmonë ai me të cilin ti je rritur. Të tjerët që ti i merr dhe i nje në një moshë madhore, nuk mund t'i kesh, mund t'jenë koleg, mund t'jenë disi, po nuk ata janë shokët e vërtet me të cilët ti rritesh dhe gjithmonë ke nostalgji. E ke sot këtë shok? Absolutisht. Absolutisht. Dhe raporti im me të vërtetën e thash që mund të edhe të më rrifje, po frikë nuk isha kërkan. Dhe vazhdoj të mos kem frikë. Kjo nuk do të thotë që unë jam i paprekshëm, çdo kush mund të goditet, s'ka as edhe në një nga një njeri i cili ti nuk e pret. Çështja është ke frikë apo jo. Dhe njerëzit cilët janë frikacak, ata kanë raportin e keq me të vërtetë. Mirë. Ata që e kanë atë forcën e tyre, nuk kanë nevojë të gënjejnë, se i duket vetja sikur e kanë frikë tjetrin. Cili është kufiri midis të qenurit dëshmitar dhe të ndjerurit bashkëfajtor në një kronik që nuk ndryshon asgjë? Çdo moment që në këtë profesion, çdo moment që ti flet, je bashkëfajtor. Çdo moment. Je bashkëfajtor. Se po me situatën. Sepse ti nuk mund të ndryshosh asgjë me të. Ti thjesht po merr disa vlera personale në një moment. Po ngre zërin, por a mund ta zgjidhësh? Sepse në momentin që ti e merr përsipër të flasësh për diçka, po i jep shpresë njeriu të cilit i dedikohet se ajo mund të bëhet. Mirë, po duke e parë të pamundurën në Shqipëri, duke e parë që sidomos vitet e fundit, vlera e medias po xerohet. Kur kush nuk e dëgjon në raste shumë të rralla. Ti duhet mendosh që të mos japësh shpresë njeriu që po i merr përsipër, ti transmetosh një histori, ti transmetosh një realitet, një ide se diçka mund të zgjidhet. Shqipëria po funksionon gjithmonë më keq edhe nuk mundet ti me fjalën në raportin me drejtsinë e njeriu. Në raportin me drejtsinë e njeriu. Nuk edhe pse ne kaluam një reformë, jo të gjithë e marrin drejtsinë. Drejtësia dhe ligji ndryshon shumë. Njerëzit nuk e kuptojnë. Unë përpiqem gjithmonë në emisionet e mia që të bëj ti të kuptojnë se çfarë është drejtësi dhe çfarë është ligj. Drejtësi do të thotë në momentin që dikush i merr jetën tjetrit, duhet të dënohet më ashpër se kushdo tjetër. Sepse jetën e merr vetëm Allahu dhe ai ka të drejtë, jo njeriu. Njeriu ti është dhënë jeta. Po problemi është që ligji jep lehtësi. Dhe ligji është ai që prevalon, në të kundërt do ishim në kaos. Drejtësia është kjo, por duhet të respektojmë ligjin dhe ka ndryshime shumë të mëdha. Mirë, Sokol, pse Shqipëria nuk e ka ende një kulturë të fortë gazetarisë investigative? Besoj unë. Kush e ka frikë gazetarin që kërkon prova dhe jo thashë theme? Po sepse mund pastaj ajo është në raportin edhe me ata që zotrojnë mediat në këtë vend. Ti vërtet shiko ka një fjalë,
Zot në shpinë e bodës mos u bëj. Është parimore. Nëse ti kërkon një të vërtet, mund të dalësh dhe ta kërkosh këtë në kjo është në gjithë botën. Si e zgjidhi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se kishte shumë probleme, prej asaj mësojnë të gjithë. Aty është zhvillimi më i madh. Media më e madhe në botë nuk është në një media, nuk është CNN apo Fox. Media më e madhe në botë është Hollywoodi. Dhe atje duhet të mësosh. Dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përziheshin nga puna shumë gazetarë të cilëve nuk u lejoheshin shkrimet që kishin investiguar. Atëherë dikush dha një fond dhe u hap një media ku ti mund të botosh pikërisht ato që nuk të lën në median tënde. Kush ka guxim, le ta bëj. Guximi është një gjë e madhe. Cilat janë mënyrat më tinzare për të bler një gazetar? Dhe sa shpesh i ke ndjer nga afër? Nuk duhet paragjykoj asnjë koleg. Kush blihet, blihet. Çdo njeri e ka raportin me veten. A mund të blihemi në formën miqësore? A mund ta kuptojmë ne qenien gazetar pa qenë shqiptar? Unë jam i parimit që unë nuk jam bler kur dhe kur kush nuk mund të më blej gjithë jetën time, por në rastin që do ta kemi shok, do ta kemi një mik përballë një vale akuzash ose përballë një gabimi që mund të ketë bërë. Edhe nëse do ta kuptoja që vërtet ai është në gabim, një gjë të tillë nuk do ta thoja kurrë. Dhe nëse ti e merr këtë një ose publiku mund ta marrë si një formë blerje, po pastaj duhet ta pranojmë të gjithë. Sepse ka një gjë, ndjenja jon e miqësisë, e shoqërisë, e detyrimit familjar mbi të gjitha. Prevalon mbi çdo gjë në ti nuk mund ta shesësh kurrë dhe nuk mund të jesh kundër. Ndonjëherë unë bëj zgjedhje të heshtë në pika të caktuara. Por kam raportet e mia me nëse them shok, ti je shok edhe këtë nuk e ndryshon asgjë. A je ndjer i frustruar nga pamundësia për të kuptuar kompleksitetet politike të vendit tonë, Koli? Të frustruar. Çdo moment jam të frustruar. Vetëm në Shqipëri ka ato buzët cilët nuk ndizin kurrë kondicioneret. Vetëm në Shqipëri një fatorino kujton se të kap edhe i shtyn njerëzit. Vjen dhe kontrollori bën një gjë. Vetëm në Shqipëri komshiu mund të bëj çfarë doj duke mos e kuptuar që çdo gjë që ecën shkallët, ascensori, çdo gjë tjetër është i përbashkët. Ai kujton se ka bler një apartament dhe çdo gjë është e tij. E kështu do të vi. Çfarë është politika në këtë vend? Produkt i të qenit, se dhe ata dikur atje poshtë kanë jetuar. Ata i harrojnë shumë shpejt. Kujtojnë se duke ndruar nga një kostum i thjeshtë, duke marrë në një Armani, kujtojnë se ndrojnë lëkurën. Fundit njeriu më i zgjuar, babai i kombit amerikan thotë, çfarë është demokracia? Dy uqe dhe një qinj që votojnë çfarë do han për drek. Duke qenë se lexoj shumë dhe sidomos përpiqem të lexoj njerëz të ditur, ata që kanë dhënë diçka në jetë, ata që kanë vendosur strukturat mbi të cilat jeton bota sot, përpiqem që t'i vënë në jetë të mendoj siç mendonin ata në kohën e tyre. Kohët teknologjia ndryshon, kohët nuk ndryshojnë kurrë, janë të njëjta. Njeriu nuk zhvillohet asnjëherë. Kujton se me teknologjinë do zhvillohet, po jo. Mirë po, Fatoz Baxhaku, çfarë të ka mësuar që ndoshta s'ta kanë mësuar edhe librat e gjitha figurave të rëndësishme që lexojmë sot? Shumë. Shko në përvjetoret e Baxhakut shoh shumë të cilët i dedikojnë diçka. Unë nuk i dedikoj asnjëherë. Për shumë arsye, sepse gjatë gjithë kohës që kam ndetur me të, nuk i kam dedikuar diçka, dhe pse duhet ta bëj këtë pas vdekjes. Personalisht, atij i kam shumë borxhe në të gjitha kuptimet, në mënyrën, në dorën në të cilën më dha, për faljet e shpeshta që më bënte në mungesën në punë, në mos korrektesën për të dërguar shkrimin,
Por e gjithmonë kishte një vlerësim ndaj me, më jepte gjithmonë një forcë. Baxhaku mund të rrinte me shumë veta, por nuk parapëlqente shumë. Jam ndjer gjithmonë i vlerësuar që isha i parapëlqyer i tij. E kur njeriu ndihet të bozhli në atje duhet ta nuk jam nga ata që i hesht, po në këtë rast duhet të hesht. Mbi gjitha për një arsye, vetë Baxhaku nuk ishte dëshirë kur që dikush ti thoshte që ti je më i miri, ti je më i madh, nuk ishte një ndër njerëzit më modest, krijoi në gazetari dhe ka kontribute të jashtëzakonshme. Mbi të gjitha, me atë që ju më thatë, me raportin me të vërtetën. Okay. Po, sot studentëve, jo vetëm të gazetarisë, edhe atyre që aspirojnë median, apo mos e shumë ti dhe radio, no? Duke qenë se edhe djalë radios, mund ta shmoj veten kështu? Kam nisur okay. në radio. Radio është një dashuri. Na thuaj tre rregulla të shpejta, të kapshme, të matshme. Për qenë mirë, komod, edhe në hapin e kohës, sepse rregullat kanë ndryshuar, ndoshta ato librat e vjetër nuk do na vlejnë sot në. Gazetaria më e vështirë është gazetaria radiofonike. Sidomos nëse ti i përket lajmeve. Në media në shkruar është e thjeshtë. Ti ulesh dhe shkruan. Ke kohë, e fshin, e mëron, i bie gjatë. Në televizion sheh figurën dhe shkruan. Në radio jo, duhet të jesh preciz. Në radio ti duhet të përcjellësh gjithë thelbin e një historie. 5-6 fjali. Për kaq është ai që po të dëgjon. Ai nuk dëgjon dot rrëfime të mëdha në një kronik radiofonike. Duhet të jesh aq preciz. Edhe unë mendoj që vërtet sot radio nuk është media e cila nuk prevalon mbi të tjerat. Nuk është më e dëgjuara. Janë rrjetet sociale, televizioni, media e shkruar, po zhduket, por radio do mbijetoj dhe radio është me njeriu, sado edhe pse nuk po dëgjohet në një moment të caktuar. Por radio mbetet radio dhe gazetarët e kanë shumë të vështirë të bëjnë gazetari radiofonike. Është shumë e vështirë të shkruash shkurt dhe ti përcjellësh mesazhin me 4 apo 5 fjali. Vetëm njerëzit shumë të ditur mund ta bëjnë dhe është shumë e vështirë kur përballesh me të tjerat, pastaj janë të thjeshta. Në radio ti nuk je i dukshëm për publikun, por duhet ta bësh publikun që të njohë vetëm me anë të zërit tënd. E mendon do që ne ta kishim bërë këtë bisedë para parë dikush. Pra, të ishte vetëm radiofonike, të ishte vetëm audio dhe jo vizive. Me vizive njeriu dhe thyen një plan dhe thyen një shikueshmëri dhe mund të në radio jo, ai do bëj punën e tij dhe do dëgjoj. Dhe ti duhet jesh i jashtëzakonshëm për të tërhequr atij vëmendjen, se kur ai të sheh, mund të merret do humbasi edhe me lulkat, me lulkat e tua, me kapelen, me fustanin, me dikënd ky djali pse e ka kështu kjo xhaketa s'bën ose kjo domethënë do merret një kohë. Nëse do të ishim vetëm audio, do kishte ndryshim shumë të madh. Mirë, po nëse do të shkruaje Sokol Bregut sot një letër, po për vitin 1988, si do ta nisje këtë letër? I dashur Sokol. Bota nuk është një vend i mirë siç ti e mendon në këto momente. Shqipëria që po jeton do përmirësohet disi. Po nuk ka për të qenë kurrë vendi në cilin do doje të jetoje. E megjithatë, ajo që duhet të jetë mbi gjithçka është Shqipëria është vendi jote, është vendlindja jote. Shqiptarët mbase nuk janë të duhurit, por Shqipëria është gjithmonë e duhura. Duhet ta mendosh se çfarë duhet të bësh për Shqipërinë. E jo Shqipëria për ty. E në këtë pyetje dikush nëse po thotë që po bëjmë ndonjë analogji, po bëjmë një eufemizëm, unë do t'i thoja çfarë mund të bëjmë për Shqipërinë.
Unë e kam bërë dhe e bëj çdo ditë. Diçka për vendin tim. Nuk jam korruptuar kurrë, nuk kam vjedhur kurrë. Nuk kam kryer kurrë një krim. E kam parë shoqërinë si një emancipim dhe jam emancipuar së bashku me të. Këto më mjaftojnë për të qenë një shqiptar i mirë. Sepse jetojmë në kohë lufte, në kohë paqe, e taksat i kam paguar në çdo moment. Në kohë lufte, nuk e di çfarë do bëja. Inshallah Shqipërisë nuk i vjen kurrë të jetë në një kohë lufte, që unë të mendoj se do jem apo jo pjesëtar i ushtrisë që do mblidhet në atë kohë. Por di një gjë. Kur unë isha jo shumë, po 22-23 vjeç, fiks në moshën që një njeri mund të luftoj, një pjesë e kombit u fut në luftë. E unë isha në dilemën të shkoj apo jo. Nuk pata guxim. I admiroj ata që shkuan në atë luftë madhe. I admiroj vërtet, domethënë për guximin. Kështu me vepra e me fjalë të gjithë të mbushin mendjen si atë dëtar. E kujdo në Shqipëri, i cili deri në vitin 99 e kishte kaluar moshën 18 vjeç. Sa herë përpiqem që të i dëgjoj nëpër media, i them, lufta aty ishte. Ti nuk shkove. Unë e quaj si një pjesë të një humbje të madhe për të qenë një aty vërtet nuk e kam bërë detyrën time ndaj Shqipërisë, jo ndaj kombit. Po sot Kolim fal, duket sikur po flim pak mbi Dafina, sepse po të referohemi në Gjermanisë, po shikojmë shumë lajme që populli, ushtria duhet mobilizohet, duhet pastrohen tunelet nëntoksore etj me radhë, ndërsa ne duket sikur e kemi mendjen vetëm për aheng në një farë forme. Shqiptarët nuk marrin asgjë në mënyrë. Ndoshta se do plaste një luftë, do ndodhte një luftë e papritur. Çfarë do bënim, ku do shkonim? A jemi qoftë edhe të përgatitur mendërisht? A e pranojmë? Më duket sikur nuk e njohim më si term, e kemi zhdukur, i kemi grisur, e kemi hedhur në ato analet e vjetra të kohës. Dhe duket sikur nuk e pranojmë, ndërkohë që në shumë fronte flitet, ndizet, është hedhur, duket sikur ndihet një erë e largët baruti, po gjithsesi si e ndjen? Shiko, fajtorët më të mëdhenj në Shqipëri. Jemi pak ditë pasi u lut Shqipëri Serbi. Dhe unë jam shumë i bindur që aty kishte me 10 doganier. Në ta përballonin një bilet. Bënin dhe sikur këndonin. Unë ngritën dhe për himnin. Mund ta puthin dhe flamurin. Ma kur vjen puna atje, që në Shqipëri hyn me 10 e me qindra arka, me ushqime të falsifikuara, që dëmtojnë gjenetikisht të gjithë shqiptarët, a i merr parat dhe i fut. Aty mund të kishte edhe tatimor që zhvatin në çdo moment shqiptarët. Aty kishte të gjithë ata të cilët e dëmtojnë më shumë këtë vend. Dhe çfarë bëjnë? Bëjnë si nacionalist dhe kombëtar të mëdhenj. Mendon se duke puthur flamurin, të gjitha ato që nuk ka, të gjitha të këqijat që mund t'i ketë sjellë këtij vendi, mund t'i xeroj, nuk xerohet kur. Për mos qenë shumë, sepse nuk duhet ta kthej në një bisedë me kontekst fetar, është dikush që sheh veprimet e të gjithëve. Unë mendoj që çdo gjë që i bën keq kombit do ta kthej. Çështje kohe. Kur kush nuk e ka të drejtën t'i bëj dëme vendit të tij. Ne flasim shumë për armiq imagjinar. Serb, grek, po diun. Po do të bëja gjithmonë atyre një pyetje. Qoftë edhe një serb. A do t'i shiste kombit të tij ushqimet falsifikuara siç shiten në Shqipëri? A do t'i bënte dëm fermerëve të tij siç i bëjnë dëm fermerëve a do t'i vidhte ato që korrupsioni është kudo? Po a do vidhte pjesën pjesën më të varfër të kombit të tij? Ja. Në këtë pikë mendoj që ne duhet të rritemi dhe duhet të kemi të mendojmë më ndryshe, pastaj mund të flasim për Po për luftën? Më thuaj edhe diçka?
Shumë shkurt. Unë mendoj që me zhvillimet e fundit, nuk është se jam ndonjë ekspert i madh i gjeopolitikës, ndjek për ditë lajmet me një kërshëri shumë të madhe se çfarë ndodh në botë. Më vjen keq se kush ka ta ndisur Bashkimin Evropian. Më vjen vërtet keq. Nuk ka më një drejtues si zonja Merkel. Mirë po me sa duket, Europa ka meshkuj të cilët janë të dobët në drejtimin e tyre. E vetëm gratë janë ato që vërtet mund t'i japin një kombi të tyre diçka, një zhvillim në këtë mijëvjeçar. Merkel në çdo moment nuk lejonte ta cënoje Bashkimin Evropian. E sot ata që e drejtojnë po heshtin përballë asaj që po ndodh në Ukrainë, përballë asaj që po ndodh sidomos në Palestinë. Nuk ngrenë dot zërin, nuk bëjnë dot asgjë. Europa po tregohet e dobët nga të gjithë fuqitë e kështu unë mendoj që po afrohet diçka. Ajo që di të shoh, po të shoh mirë, është se i vetmi kom që mund të luftojë dhe lufton me gjithë dëshirën e madhe për të qenë kombas i vendit të tij janë gjermanët. Ka një dashuri të jashtëzakonshme për atë deon. Janë, nuk e di, ata janë lloj kombi më ndryshe nga të gjithë kombet e tjera të Europës. Cili është lajmi të cilin nuk do të botoje asnjëherë nëse do të jepnin edhe të gjitha të mirat materialet mundshme që ndoshta në një moment të caktuar i ke pasur nevojë, por nuk bën kompromis përballë vetes? Nuk e di, një lajm që do të isha i bindur që mund të ishte i vërtet, po do t'i bënte dëm opinionit publik. Mundet, nuk e di, jam i papërgatitur për këtë pyetje, sepse brenda 99 pyetjeve të tua njeriu jo të gjitha mund t'i përgjigjet. Në ndonjë moment mund të jetë edhe i papërgatitur. Kjo tregon edhe sa emisioni i mirë është, zakonisht emisionet në Shqipëri bëhen merri pyetjet përpara edhe në pjesën më të madhe të tyre dhe janë qesharake. Por ti je shumë dashamirës e pozitiv, kështu që në marrëdhënie personale. Pyetje shumë e vështirë, nuk do mundet, nuk di cili lajm domethënë në Mirë, okay, nëse shkojmë atëherë, nëse nesër do marrësh vesh një lajm, nesër lexon lajmi i parë në televizion, gazetaria ka vdekur. Çfarë do të dimte më shumë? Ky është lajmi. Lajmi i orëve të fundit, apo gazeta me lajmet freskëta. Po ky është lajmi i vjetër. Gazetaria vërtet. Çfarë po bëjmë ne tani? Çfarë po bëjmë ne tani? Si do ma lexosh? Çfarë është kjo jona që po gatisim këtu? Se një farë forme un përpiqem ta ruaj atë formatin, të ruaj ato konturet që un kam mësuar, jam përgatitur, jam shkolluar. Do të thënë edhe parimet e mia, dua që është brenda gazetarisë gjitha kjo. Po ka shumë arsye pse e mendoj të tillë. Jo më koli, jo. Ja të them, është shumë e thjeshtë. Sa do të përpiqesh, domethënë mënyrat dhe funksionet e këtij shteti e përqeshin çdo lloj të vërtetet të cilat ti ke. Njerëzit gjykojnë nga preferencat politike. E derisa gjykojnë nga preferencat politike, e vërteta është dy palë. Çfarë ndodhi në Shqipëri? Dikush që mos ta quaja me ndonjë shprehje më ndryshe, në cilin mund ta meritoj, në një moment donte ta shkatronte media në Shqipëri dhe e arriti. Dikur media në Shqipëri ishte shumë e fortë. Çdo lajm mbaj përgjegjësi. Çdo lajm shkarkonte njerëz nga puna. Shumë e fortë. Në një moment dikush dha investime që Shqipëria të kishte edhe 100 apo 200 media online, të cilat çfarë nuk shkruajnë, çfarë do lloj budalliqesh, çfarë dhe rrëzuan integritetin e medias. Mendoje media më e shkuar në Shqipëri, është media e cila bazohet dikush po urinon te lana, dikush kapi komshien në flagrancë, shife këtë si shau nga dritarja.
Ktu do të thotë që gjithçka është thjesht ekzistencë për që në siç i duhet. Tani do m'japësh një këshill publike realisht ta them këtë. Tani në kaq kohë gazetari, unë personalisht po kuftoj që lajmet të cilat publiku ka kërshërin, ka etjen më të madhe janë ato të cilat kanë terma seksual, janë pa diskutim, dhe unë këtë po e ha dita ditës. Pra nëse unë bëj filozofoj sa të mundem, ku di unë i shkoj lajmit në thelb, apo të ftuar etj me radhë, nuk vlerësohen, nuk do ta di askush. Pra ajo që ecën, xhiron sot, po e konstatojmë, po e prekim, është ky është ushqimi që po kërkon. Ky është ushqimi i publikut. Tani më thuaj çfarë duhet bëj gazetari këtë mes. Nuk e ke vrarë ndonjëherë. Jam e vdekur edhe. Më ndjem pse. Cili ishte dëmi më i madh që i bën kombit? Këtij kombi. Po shplarja e trurit? Jo, arsimi. E shplarsuan arsimin. Ti mund të marrësh një diplom 4 brenda vitit, ku duash. Shqesharake. Ti pa ditur asgjë ke 4 diploma. Shqipëria nuk ka qenë e tillë. Shkatrimi i arsimit na solli në këtë. Vërtet mendon që ai mund të jetë profesor, doktor dhe prap do dëgjoj dikënd, sepse kështu ndajnë gjithçka në Shqipëri. Arsimi ishte nëse do ta shkatrosh, nëse do ta çosh një komb në asimilimin e tij të plot, çfarë të doj. Tani kush duhet i marrë frenat në këtë situatë që jemi? E mendon të xhbërshme tani është rrëzuar komplet gjithë puna, gjithë mundi që është bërë deri më sot, gjithë investimet çfarë do? Besoj bankës botërore kur thot përqindja më e madhe në Shqipëri janë analfabet funksional. Pa diskutim, ishte 70% e kusur, nuk e di sa ishte. Dhe kjo është e vërtet. Dhe kjo lidhet me diplomat. Kjo lidhet me qindra dhe me mira diploma që shpërndahen në Shqipëri. Dhe ti jetë të radhjeta dhe vjen. Dhe merr drejtimin në këtë vend. Dhe prandaj kjo shoqëri është e tillë. Dhe ai gjatë gjithë kohës do pëlqej të shohë një palbrek se sa të shohë dhe të dëgjoj diçka me vlera. Nuk e do. Ato me vlera i duken sikur ti po i bën moral, sikur ti po i jep një. Dhe ai zgjath të shohë o një histori krimi o një histori seksuale. Cili është lajmi më i ndjekur i gjitha kohërave në Shqipëri? Afera seksuale sa Fetgjizit. Pa duhet ishte kjo. Jo. Ne shkojmë më pas edhe tek kronika zez që jemi edhe tek pyetja, a ndjen ndonjëherë se gazetaria jon apo sa shpesh e ndjen se gazetaria jon ka më shumë interes për vrasësin sesa për viktimën? Pse e duam të keqen ne si show? E kam bërë gjithmonë këtë pyetje. Nuk e kuptoj pse ka një dëshirë të madhe. Dhe kur i dëgjoj ndonjëherë thot, ky vret burrë mirë. Ky qelloj. Quajm trim. Vrasi quhet trim. Quhet ti jesh i fortë është statusi më i madh që mund të kesh në jetën dhe hierarkinë e shqiptarëve. Është faji dhe i medias që vendosin në të titujt hiperbolik për gjatë viteve. Shumë media i ka bërë gjithë në thashë media nuk po merremi me median se media ka keq funksionimin e saj, por kjo është me shoqërinë. Ftes për të fortin, mbaron për të fortin. Unë përpiqem gjithmonë të kem një Po kush është e fortë? Se duhet bëjmë një çik përkthim termi. Kush është e fortë? Se tani nuk mund të futen gjithë në një kallup. Kush është? Esin i fortë, ai që ka arma, ai që vret, ai që qëllon me legjenda, me gjëra, ai që thot pralla në ky është kështu e ky është kështu. Po ti dëgjosh në Shqipëri gjithë është njëri ka vrarë 100 veta, njëri 200, njëri 400. Ku e di un histori, domethënë në hiperbola shqiptarësh të cilët vdesin për treguar histori me të fortë. Nuk jam në gjendje. Edhe historia e njerëzimit e tillë është. Nga lufta erdhëm, Ata luftuan për kombin, nuk luftuan duke vrarë shqiptar. Pra, di që njeriu që në gjinez, gjithnjë burrat paktën gjithmonë pjesë e luftrave kanë qenë. Ndryshonin armët, por ama burri ishte në shesh betejë. Kjo nuk është luftë. Unë kam vetëm një përpjekje për të mos mbajtur qëndrim vetëm kur ka vrasje për gjakmarrje. Është thjesht mbash qëndrim. Për vrasje për gjakmarrje. Po unë nuk i bëj moral. Duke menduar që
ajo që i ka mbetur shqiptarëve është thirrja e gjakut. Nuk mundesh në asnjë lloj forme të mendosh që ti të shkosh për ditë në Varreza dhe ai për ditë të dehet në lokalin e lagjës. Kjo është e pa drejt për shoqërinë. E kur nuk do t'i jepja, kur nuk do t'i thoja merre hakun, po kur nuk do t'i bëja moral, mos e merr hakun. Okay. Sepse fundit çdo kush sot mund t'i bëjë një pyetje vetes, edhe pse dashuron të fortin apo dashuron kërkënd. Mbas edhe me këtë pyetje, do t'jesh prindi i një viktime apo prindi i një vrasësi. Shumë e thjesht se këdo zgjidhje në mirë, po kjo nuk të jep ty një mundësi për të thënë që dhe një dëshirë kaq të madhe për të patur adhurim për të fortin dhe për vrasësin. Ko ka një doj adoleshentët sot? Të gjithë të fortë. Të gjithë të fortë. E konstaton, e ndesh? Absolut. Ka pasur dikush ke takuar dikë ndonjë të ri rastësor i cili të ka kërkuar ndonjë dhënë më shumë apo ka pasur kuriozitet për të gjithë? Kanë emisione, domethënë, kushdo që mos përmendja emra të fortësh në duke qenë se nuk është një emision i tillë, të gjithë duan të bëhen si legjendat që shohin në të gjithë. Vdesin të jenë të tillë. Mirë, po, kanunin e lekdukagjinit a duhet ta risjellnim akish? Do ta kishim të nevojshëm. Vetëm te kjo pikë nuk do doja kur të bëja moral. Unë nuk mund të kuptoj atë që vret për trafik droge, atë që vret për një gërvishje makine, atë që vret për një tsharë, atë që vret pa lidhje, atë që vret thjesht se mendon se vuri nderin e tij në vend. Por nuk do t'i bëja kur moral njeriut që do të merrte gjakun. Ashtu i ka zakonet, ashtu le të vazhdoj. Okay. Këto historit ka vetëm një sak pajtimi nëse ndodh burr i mençur dhe trim është dhe ai që e fal gjakun në një pikë duke menduar se çfarë ndodh. Okay. Por dhe nuk e bëre një gjë të tillë, unë nuk do të bëja moral. Çfarë simbolizon për ty shkoldra në raport me gjakmarrjen? Si është e mundur që ka një bashkëtesë? Pra është djepja e artit, konsiderohet si djepja e artit nga ka u tjetër, është edhe simbolik krimit sot. Si janë gërshetuara, si janë të ndërthurura këto dy elemente? A mund të bashkëtojnë këto kaq mirë bashk? Kur i them të gjithëve se në Shqipëri çuditërisht të gjithë xhelozohen kur ti i thua vjen ai nga një qytet dhe thot qyteti im është i Si është? Qyteti im është kështu. Unë nuk jam rritur në Shkodër, por absolutisht është qyteti më i veçantë në botë. Nuk mund të gjesh një qytet si Shkodra kurkund në botë me një pozitë të tillë gjeografike, i cili ka lum, i cili ka liqen, i cili ka det, i cili ka alpe, i cili ka kodra, i cili ka male, në pak kilometra. E gjitha kjo që unë shpjegova është rreth rrotull 40 kilometrave. Ti mund të shkosh në majt të Alpeve për 40 kilometra dhe të jesh në Borë dhe mund të zbresësh dhe je në det. Pse u prishën në raportet deri në këtë pikë, nuk do të paragjykoja të tillë, sepse çdo qytet i tillë pa strukturë shtatërore do kishte përfunduar i tillë. Shkodra ka një art të veçantë. Shkodra ka sjell zhvillimin arsimor në këtë vend në mënyrë absolute. Gjimnazet e para të Shkodrës janë ato që kanë dhënë zhvillimin e parë në Shqipëri. Nga Shkodra vjen kultura, fotografia. Në Shqipëri pak e pranojnë një gjë të tillë. Një nga Vlora do thoshte kundër, një nga Gjirokastra apo nga Korsha do thoshte që kemi sjell zhvillim, sepse nuk kalojnë dot përtej historisë së qytetit të tyre. E kush e sheh me këtë sy thotë që po Shkodra është qyteti më i veçantë, jo vetëm në Shqipëri, domethënë, por nuk ka një të dytë në glob që mund ta gjesh të tillë. Është një fatkeqësi e madhe e cila ndodhet në këtë pikë, që nuk transmeton më kulturën e saj, dijen, por transmeton histori krimi. E ky është i faj i shtetit. Shiko, diktatura e kishte shumë të vështirë Shkodrë. U përpoq
me çdo lloj forme për t'ia ulur kokën. Nëse shkatroi të gjitha objektet e kultit në Shqipëri, i shkatroi vetëm se donte të shkatronte të gjithë klerin katolik në Shkodër. Vetëm për këtë arsye e bëri të gjithën. Donte të shkatronte të gjitha ato institucione arsimore të ngritura atje me bazë fetare. Por vetëm për ato që ishin në Shkodër, jo se kishin ndonjë problem për pjesën tjetër. Sot qeveritë të cilat kanë hasur gjithmonë probleme me mënyrën dhe ndikimin me votën dhe me çdo lloj iniciative që populli i atij qyteti mund të ketë, çfarë bën? Dërgon gjithmonë njerëz të paaftë për të drejtuar institucionet kryesore shtetërore në Shkodër. Mafia dhe Hollywoodi janë e njëjta gjë? Simbiozë. Po përmetin si do t'ja përshkroje një të huaj. Absolutisht që ka dhënë dije. Frashëri është një zonë nga e di pse ndala. Pse? Një ndër njerëzit që doja më shumë në jetë, gjyshja ime ishte nga Përmeti. I gruaja e jashtëzakonshme. Ajo më mësonte gjithmonë, dhe nëse ka dikënd nga ata që për shkak të moshës do largoheshin nga kjo botë, që më kujtohet pothuajse çdo ditë të jetës time, është gjyshja ime e ndjerë. Ishte nga Përmeti dhe ishte i forcë të jashtëzakonshme. Pse? Ajo më mësoi një gjë shumë të madhe. Në asnjë rrethon dhe në asnjë lloj momenti të mos bëj burr më të mirë se veten kërkënd. Ti besoj vetes. Të mos jem kur inferior. Të jem një qenie superiore. Edhe kur s'kam asnjë lek në xhep dhe përballë kam një miliarder. Kur përballë mund të kem një njeri i cili mund të ketë studiuar të gjithë librat e botës dhe unë nuk e kam bërë një gjë të tillë, por kam studiuar vetëm librat e Shqipërisë. Duhet të mbahem me dijen që kam. Nuk duhet të ndihem kurrë keq ndaj një njeriu. E gjyshja vinte nga një fshat që quhet Tolar. Ishte Gozbevo. Kishte jetuar jashtëzakonisht mirë dikur në lindjen e saj të hershme diku nga vitet 1910, 1920. Nuk e kishin lënë të shkollohej për shkak se në atë kohë gratë nuk shkolloheshin. Nuk shkonin në shkollë. Por ajo ishte një shkollë më vete. Ishte mësuar shumë me jetën, sepse vinte nga një histori, nga një familje. Si ka pas emrin? Unë personalisht e mora vesh shumë vonë emrin e gjyshës time. Po thuaj se në afërsi të kohës që do vdiste. Realisht? Po. Nuk ja tregonte kurkujt. Seriozisht? Të gjithë e thrisnin Elvira. Nuk ja tregonte kurkujt. Emrin ishte e jashtëzakonshme. Okay. Emri i saj ishte Selfire në fakt, por ajo nuk e pranonte kurrë dhe të gjithë e njihnin për Elvira. Çfarë peshon më shumë, heshtja e viktimës apo britma e fajtorit? Asnjë. A mban erakrim gjithmonë nga qelisa apo ndonjëherë edhe nga zyrat e ministrave? Për herë. Kur lexon raportet e FBI-s, çfarë të mungon nga Shqipëria? Vendin e drejtojnë ignorancët. Çfarë është më tragjike, një krim pa autor apo një vend pa kujtesë? Vend pa kujtesë. A ka lushnja që ti njeh ndonjë varr apo shumë varre të cilat nuk kanë emra sot? Po. Nëse aktualitetin shtetëror o kriminal do ta zhvendosnim tek filmi Katane, tek filmi Oktapodi, ndoshta me komisar Katanen, kush do të ishte Tanuka Ridi, Espinoza, Silvia Conti dhe komisar Katane? Ka sa duash në qeveri. Edhe Silvia Conti. E kemi Silvia Conti. Se për Espinoza e mendoj unë edhe për... Silvia Conti nuk mund të ketë. Edhe ajo që bënde si Silvia Conti përfundoj aty ku përfundoj. Okej. Cili është rasti kur hetove veten dhe jo të dyshuarin? Veten e hetoj pothuajse çdo ditë me veprimet që bëj. Ajo që është e rëndësishme është që kur vendos kokën jashtë të jem i bindur që nuk kam bërë
asnjë faj dhe asgjë kundra një personi në këtë vend. A ka për ty së ka lëvdekje mediatike? Pensioni. Po të ishe hetues, kujt do t'ja hidhje dosjen në tryez pa afat? Të gjithë atyre që kanë vrarë në këtë vend dhe nuk janë arrestuar. Kush e ka shpikur mitin e Gogolit? Gazetari apo politika? Gazetarët e shitur. Cili është ai krim që të bën ende të shkruash me dorën që të dridhet? Përdhunimi. A ka ndonjë rast ku vrasësi e nisi historinë si viktim? Po ka shumë në Shqipëri të cilët shoqëria i ka futur me dhunë për të qenë vrasës. Kur shteti hesht, a është gazetari vula e fundit? Është noter. A mund të qash pasi ke raportuar një krim? Nuk kam qarë kur në jetë. Qaj vetëm kur vajza ime e vogël vritet. Asnjë than tjetër nuk do qaja. Tërmeti. Qesha. Vërtet? Janë ndjerë ndonjëherë frikacak? Po, në raporte personale. A është burrni të luftosh edhe kur e di se nuk do të fitosh? Absolutisht po. Kur mbyllet kamera, çfarë shikon atë që nuk e shikon publiku? Peshore. A ka humbur ndonjë mik? Shumë. I cili ka thënë vërtetën dhe pikërisht për këtë fakt, ndoshta mund të ketë humbur dhe jetën. Për të vërtetën nuk e di, po që kanë luftuar krimin kam humbur disa të tillë. A i fal fjalët apo i arkivon si provë? Unë nuk di të fal. Nuk di të fal? Ja. Realisht? Nëse në një moment të jetës më fyen, nuk di ta fal një gjë të tillë. Pas cilit lajm ke thënë e di që kjo ndoshta mund të më kushtoj dhe jetën? Nuk besoj të mendoj në mënyrë të tillë sepse ka një gjë në përgjithësi gazetarët në këtë vend nuk është se cënohen deri në pikën e fundit. Nuk është. Cila datë në kalendar të bën të ndihesh si i burgosur Sokol? Datëlindja ime. Pse? Gjithmonë ma kujton mama ime datëlindjen. 21 shkurt, nuk do doja kur, do më thënë, nuk është një ndër ditët, çdo njeri e ka të gëzueshme, unë e kam me fort trishtim. Nuk mbase nga fakti që njeriu nuk është i përjetshëm dhe po ecën në mënyrë galopante. Çfarë do t'i thuash nipit apo mbesës tënde kur të pyesin, kur do të pyesin nesër, çfarë bëje ti gjysh? Asgjë. A janë më të rrezikshëm ata që vrasin me plumba apo ato që të fshin edhe titullin? Të dy isoj. Si ruhet dashuria për profesionin kur je i rrethuar me pafuqi? Çdo ditë në gazetari unë kam si ditën e parë, me pasion. Nëse do kishe 1 minutë në çdo edicion lajmesh kombëtare, çfarë do thoje çdo natë? Më shumë dashuri për vendin. I nevojitet shumë. Ka pasur ndonjë mësim të çuditshëm i cili e ke marrë nga një kriminal, ndoshta, nga një person i rrezikshëm, po ti e ke fituar nga ai? Gjithkohën marr mësime. Ndonjëherë na duken. Mund ta duken perifrazojmë diçka? Ndonjëherë na duken si të paaft mëndërisht vetëm sikur vrasin. Por jo, në botën e tyre ata të vënë në darë shpeshherë. Din thënie. Din mënyra për të thënë që diku edhe mund të kesh gabuar. Nëse gazetaria do të kishte një betim si ai i Hipokratit, si do të tingëllonte? A duhet ta kishte? Duhet ta kishte. A mund të rrëfejmë pandjeshmëri? Dhe a vlen një e vërtet pandjenjë? Një e vërtet pandjenjë. Mund të jesh dhe i ftohtë, boll ta thuash të vërtetën. Pa të vërtetën ama. E mbyllim çau Adem, po thojnë Sojtë malet. Është po thojnë lule, trëndafilat, po thojnë dhe trimat çau Adem. Edhe trimat e kërkojnë të çohet Adem jashare. Shiko, absolutisht që unë e thash në fillim të bisedës, dhe do doja ta mbyllja me këtë. Është shqiptari më i madh që mund të kemi njohur në kohrat moderne. Dhe mbase i vetmi, të bësh atë që bëri ai, pak e bëjnë. Kur më duhet një forcë për të shkruar diçka, zakonisht dëgjoj këtë këngë. E dëgjoj si një
si një imazh i një njeriu i cili në formën e vet i flet të gjithëve që të jenë të ndershëm në raport me kombin e tyre. Mirë po, edhe një shkrim që s'do doja që ta raportoja asnjëherë për vajzat e tua që s'do doja të hasnin, të përballeshin, ta dëgjonin. S'do doja kur që të përcillja, edhe pse e kam bërë shumë herë, vrasje fëmijësh. Po Shqipëria është një shoqëri barbare, ka arritur deri aty. Dhe ka arritur të vrasë dhe të rrëmbej jo pak. Do doja që të iknin nga vendi në kur të rriten ose kur të jenë të zonjat e vetes, do doja të jetonin këtu, të vjonin të është shumë e vështirë për një baba ti thot vajzave të tua që jeta jote duhet të ndërtohet larg këtij vendi, sepse jam duke i mësuar me një dashuri të jashtëzakonshme për vendin. Biles e vogla më thot gjithmonë që për ditëlindje do një flamur serb që ta djegi, edhe pse është vetëm 7 apo 8 vjeçe. Ka një patos shumë të madh dhe do shumë vendin, të paktën nuk e di pse i është krijuar, unë nuk jam i tillë për ta, por do doja të ishin larg këtij vendi. Do doja të ishin larg këtij vendi sepse janë vajza. Ky është një vend i dhunshëm. Ky është një vend ku gratë gjithmonë nuk respektohen. E ky vend nuk ka për të bërë kurrë një vend ku zëri i gruas do dëgohet më shumë. Edhe pse ato dominojnë mbi gjithçka dhe janë më të zgjuara se burrat në këtë vend. Gratë janë një forcë e jashtëzakonshme. Po ta kishin ato drejtimin, unë mendoj që do t'i jepnin vendit një zhvillim më të madh. Kuptohet pa dashur ta fyej. Kuptohet që jo ato që dalin në rrjetet sociale që mund ta përfitojnë vetëm me tërheqje vëmendje. Jo ato që nxjerrin hiret e trupit të tyre për të marrë vëmendje, por ato që nxjerrin trurin e tyre. Mira Murati shqiptare. Ajo i solli botës një zhvillim shumë të madh. Mirë po, në gjithë botën nuk thonë që shkenca shqiptare na solli një përparim. Jo, në gjithë botën thonë prostitutat shqiptare po sjellin një degradim në shoqërinë tonë. E kjo është një pse shqiptarët do t'i shohin gjithmonë, e për këtë më vjen keq. Sa herë që shoh tituj tillë, duke deformuar se çfarë jemi ne shqiptarët, aq më shumë krenar jam që jam shqiptar e nuk më bëjmë përshtypje mafia shqiptare, këto prallat me mbret, domethënë sepse gjithmonë shoh që po shumë gra të zgjuara nga Shqipëria kanë bërë karrierë dhe karriera shumë të suksesshme në shumë prej vendeve kanë sjell zhvillime në vendet e tyre. Për këtë, edhe pse nuk jam bijat e mia, ndihem krenar. A ja vleti në fund fare? Në shumë plane. Ja vleti shumë. Sokol Bregu, të falenderoj me shpirt që ishe një super personazh që e ndjej, e përjetoj në të gjithë të thënurat, në të gjithë filozofinë tonë të jetës. U përpoqja të jem dije që çdo fjali që kam thënë është ashtu siç e ndjej dhe e vërtet për mënyrën se si ekzistoj. Mirë, mik i dashur, kemi mbërritur në fund. Natën e mirë.